me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Betohem në ata engjëj që sjellin të mira. E betohem në ata që shpejtojnë si stuja, dhe betohem në ata që përhapin shpaljen, dhe në ata që bëjnë dallimin qartë mes së vërtetës dhe së pavërtetës, në ata që përcjellin këshillat e arsyeshme ose çortuese. Me të vërtetë, ajo ju premtohet do të bëhet, kur hyje do të shuhem, dhe kur të çohet qielli, dhe kur malet të shkapërderdhen, dhe kur të dërguarit pejgamberët do të caktojnë kohën e tubimit, do të thuhet deri në cilën ditë është shtyr afati. Ju përgjigjet deri në ditën e vendimit. A e diti se që është dita e vendimit? Mira ditë për përgënjeshtarët. A nuk i kemi zhdukur popujt e lashtë? E pas tyre edhe të tjerët? Në këtë mënyrë do të veprojmë me të gjithë fajtorët. Mira ditë për përgënjeshtarët. A nuk ju kemi krijuar ne nga një pikë ujë të pakonsiderueshëm, të cilën e kemi vendosur në vend të sigurtë, deri në afatin e caktuar? E tillë është fuqia jonë, e sa të fuqishëm jemi ne. Mira ditë për përgënjeshtarët. A nuk e bëm ne tokën vendubimi, dhe të gjallëve dhe të vdekurëve, dhe në të kemi vendosur malet e larta, dhe a nuk ju dhom ne juve të pini ujë të ëmbël të pijes? Mira ditë për përgënjeshtarët. Ju thuhet, shkoni ka ajo dënimi, të cilën ju e keni konsideruar gënjeshtër. Shkoni ka tymi ndarë në 3 fill, i cili nuk të freskon dhe nga flaka nuk shpëton. A i hedh shkëndia si rrënjët e lisit të madh, sikur të ishin deve gamillat e verga. Mira ditë për përgënjeshtarët. Kjo është ajo ditë kur ata nuk mund të flasin, dhe nuk jepet leje për ta për t'u arsyetuar. Mira ditë për përgënjeshtarët. Ju thuhet, kjo është dita e gjykimit, në të cilën juve dhe popujt e lashtë kemi tubuar. E nëse dispononi me ndonjë dinakëri, përdoreni kundër meje. Mira ditë për përgënjeshtarët. Ata që ruhen nga të kundërshtuarit Perëndin, do të jenë në mesin e burimeve dhe të hijeve, dhe midis pemëve çfarë i dëshirojnë. Ju thuhet, hani e pini, e ju bëftë mirë. Shpërblim për atë që keni punuar, kështu na i shpërblim ata që bëjnë veprat e mira. Mira ditë për përgënjeshtarët. Ju thuhet jo besimtarëve, hani dhe kënaquni, por për pak kohë. Mira ditë për përgënjeshtarët. Por, kur ju thuhet atyre në këtë jetë, përuluni ndaj Perëndis falni namazin. Ata nuk përulen. Mira ditë për përgënjeshtarët. Në çfarë libri tjetër do të besojnë pas Kuranit?